Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Zbulohet arsyeja e vërtet pse Egli nuk shkon me motrën e Gjestit. Situata mes Eglit dhe motrës së Gjestit Blerinës duket se nuk ka qenë as pak e qetë pas përfundimit të Bigut. Informacionet e fundit nga emisioni zbulojnë disa prapaskena që hedhin dritë mbi ftojen e marrëdhënieve dhe arsyet e mundshme të një ndarje të afërt mes Eglit dhe Gjestit. Sipas burimeve, një figurë kyçe në këtë histori është Diellsa, ish partnerja e Gjestit, e cila për 5 vite ka qenë një mbështetje e madhe për të, madje edhe për miqtë e tij gjatë vështirësive ekonomike. Më shumë se kaq, motra e Gjestit Blerina ka një lidhje të fortë me Diellsën. Ato kanë qenë kolege për 2 vite dhe janë miqësuar ngushtë, gjë që mund të shpjegojë mos interesin e saj ndaj Eglit, duke mos e ndjekur as në rrjetet sociale. Vizita e Blerinës në shtëpinë e Bigut dhe deklarata e saj ishte e tillë: "Kam qenë në Gjermani veç për ty", është interpretuar si një sinjal nostalgjie apo afrimi drejt Diellsës që aktualisht jeton në Gjermani. Kjo ka ndezur spekulimet se një rikthim i mundshëm mes Gjestit dhe Diellsës mund të jetë në horizont, gjë që e bën marrëdhënien aktuale me Eglin edhe më të pasigurt.